Tani më nuk ka dyshime. Spektakli i shtëpisë më të famshme në Shqipëri sjell gjithmonë surpriza befasuese. Siç e dim tani më Olc Byliku dhe Egli Taku janë dy ish të dashuruar që pas ndarjes po gëzojnë një raport mjaft të mirë me njëri tjetrin. Pas fjalëve të mira që Egli ka thënë për Olcin, ai erdhi në shtëpinë më të famshme për t'i treguar se gëzon raport të mirë, edhe ai për të, që kur e pa Egli se kush ishte për ta surprizuar mbeti pa fjalë. Të dy dhanë një shembull të mirë se si duhet të mbahet një raport pas ndarjes, ndërsa të shumt ishin ata që mendonin se pjesa e Eglit ishte komplet e inskenuar. Kjo dhe për faktin se ajo në profesion është aktore, ndërsa të tjerë mendojnë se nuk e ka ditur dhe se ka qenë një surprizë mjaft e bukur për të përcjellë një mesazh shumë interesant. Jam shumë krenare për Eglin dhe ndihem mirë se edhe pas ndarjes ne kemi mendime të mira për njëri tjetrin dhe atributet që Egli mi ka dhënë e ndjeja veten si obligim t'ja shpërblej me ardhjen time këtu. Ishin fjalët e Olcit, i cili dukej mjaft mirënjohës për ish partneren e tij, por pasi surpriza përfundoi, Egli u bashkua banorëve të shtëpisë. Sapo Egli u ul në divan, Jozi me ironi filloi këngën e Eglit në bashkëpunim me Olcit dhe këndoi disa rreshta këngë. Kjo shkaktoi mjaft të qeshura në publik, ndërsa nga Egli dhe Gjesi mori vetëm disa shikime inatçore.